Zonja Bodo, se po e ripërsëris, në 12 shtator 2025 ju morë drejtimin e Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Para se të uleshit, pra të shtroshit, po themi në punë, pa ka shumë të një institucionit, a kishit një ide tuaj se çfarë mund të ndryshonit jo në institucion do shta, po në gjithë aktivizmin e të rinjve në Shqipëri? Unë në fakt jam opozitare, kam qenë opozitare në qëndrimet e mia me Rinin, kështu që vi me një frym opozitare dhe kam qenë gjithmonë për të bërë gjëra më të mira për Rinin. Unë jam duke munduar që ta bëj në përditshmërinë time, do vazhdoj të mundohem bashkë me ekipin për të sjellë gjëra më të mira për të rinjt. Patjetër që kemi nevojë dhe për organizatat, kemi nevojë dhe për të rinjt që të na këshillojnë dhe për këshillat vendore në rastin konkret dhe për këshillat kombëtare rinor, për të qenë realisht një organ jo thjesht sa për të thënë, po për të na orientuar vërtet për të bërë politika më të mira dhe angazhime konkrete për programe konkrete. Qartë, dhe pak kohë më mbrapa u prezantua në një prej hoteleve luksoze të Tiranës edhe vizioni i Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Kishte në mos gaboj 3 shtylla? Unë kam pas 5 shtylla në fakt. Ose 5, mirë, dhe ishte në këto lapsusimi. shtylla unë e kam nisur me fjalën dinjitet dhe shëndet mendor. Për shkak se unë personalisht mendoj që çdo gjë që ka të lidhje me të rinjt nis nga dinjiteti të rinjve. Nëse flasim për punësim, flasim për dinjitet. Nëse flasim për grupet e marginalizuara, duhet prap ka të bëjë me dinjitetin. Dhe e kam lidhur në këtë lloj mënyre për të treguar që e nis në këtë, e me nis me këtë lloj fjalie dhe mbyll me vizionin e 5 që është Shqipëria në 2030 në BE. Kam futur në vizionin tim dhe diasporën, kam futur, me qenë se sot jemi dhe në varësi të turizmit, kulturës dhe sportit dhe fushat prioritare që kemi tek ministria, dhe kjo patjetër që ka të bëjë dhe me strategjinë kombëtare të rinisë, janë shumë të lidhura, bashkë me qëllime dhe vizioni bëjnë një kombinim shumë të bukur për të shkuar dhe për të impaktuar të rinjt drejt për drejt në çdo vend që ndodhen në gjithë Shqipërinë. Zoti Kalemaj, qoftë projekti i Qendrës Alert, ato tjera që janë zbatim ose në përfundim, janë pjesë e thirrjes 5 në mos gaboj, të Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Si është historiku i këtyre thirrjeve ndër vite? Atëherë, Agjencija Kombëtare e Rinisë aktualisht ka menaxhuar dhe ka drejtuar 5 thirrje. Duke filluar nga thirrja e parë deri sot që flasim që është thirrja e 5. Me thirrjen duke pas një historik dhe kohezion se si ka qenë pjesa e buxhetit të AKR-s apo pjesa e buxhetit se sa organizata janë financuar nga institucioni jon, duke filluar nga 2021 deri sot që flasim, kemi që me thirrjen e parë kemi pasur të mbështetura nga ne 12 organizata të shoqërisë civile, pra që janë organizata rinore dhe ose për të rinjt, dhe 4 bashki. Gjithashtu, duke filluar me thirrjen e dytë, ka pasur të financuara 23 organizata rinore dhe ose për të rinj, gjithashtu dhe 5 propozime që vinin nga bashkitë. Me thirrjen e tretë kemi që janë të financuara 23 organizata rinore dhe ose për të rinj dhe 6 bashki për projektet e tyre që kanë pasur mbi ndërtimin e qendrave rinore. Me thirrjen e katërt kemi pasur 26 organizata rinore dhe ose për të rinj të financuara nga AKR-ja dhe gjithashtu dhe 6 bashki. Duke pasur dhe tipologjinë e caktuar që për bashkitë është gjithmonë fondi për ngritjen e qendrave rinore, pra ngritjen e qendrave rinore ose ngritjen e qendrave multifunksionale. Gjithashtu, për pjesën e OJF-ve, sipas prioriteteve përkatëse, të cilat miratohen nga Këshilli Kombëtar i Rinisë që unë ceka pak më parë, sipas prioriteteve përkatëse kemi dhe pjesën se si shpërndahen fondi dhe si financohen OJF-t. Prioritetet gjithmonë do të jenë në varësi të qëllimeve të SKR-s. Pra, nëse kemi që në qëllimi i parë i SKR-s është pjesa e mbështetjes së të rinjve për pjesën e punësimit apo pjesën e vendimarrjes, gjithashtu dhe pjesa e prioriteteve që miratohen pranë KKR-s janë të lidhura me qëllimet kryesore dhe me masat kryesore të saj. Pra, kemi që duke pasur pjesën e historiku të saj, themi në fund që fondi i institucionit tonë është gjithmonë në rritje për të rinjt dhe për të qenë pjatër veta nga njëta bashki dhe ka një koordinator udhëheqës së tyre që duhet të jetë një person i moshës madhore, pra që të mbajë një përgjegjësi mbi punën e bërë. Ky është risia që ka sjellë ky ligj, unë thash edhe pak më parë dhe ceka që është risi për